Përshëndetje, deputet. Si jeni? Si vjet puna me shalqinin është katastrofë. Pika e grumbullimit në Imsht ka mbjell me hektar. Vetë personalisht, vetëm Golja. Po e përmend të Goljen sepse ky është institucion, nuk është individ. Me ortakun e tij nga Kosova kanë mbjell 200 hektar dhe djersa e fermerëve. Tallen pikat e grumbullimit sot, që po të shkruaj, këta dy persona e mbledhin shalqinin nga ne buqit me 50 lek. Me nder tallen me fermerët, që janë zhytur në borxhe, me kredira, deri në fyt, kemi 4 vjet. Që ju themi ju si deputet, dhe i kemi shkruar edhe zëvendës ministrit të bujqësisë, dhe nuk kemi një përgjigje nga partia jonë, që e kemi votuar me shpirt dhe nuk na kthen përgjigje për këtë shqetësim. Që nuk dalim dot nga borxhet dhe kredit që kemi marrë në përbanka me respekt filani në emër të gjithë fermerëve të Imshtës. Tani, çfarë ndodh sot në territorin bujqësor? Bujku kërkon prodhoi, siç këta të Imshtës bëjnë. Kur sezoni para tij ka qenë i mbar, mbjell me paratë e tij. Blejnë pute, shërbime, duke filluar nga punimi i tokës deri tek frezimi i saj, mallra që janë ushqyes edhe mbrojtës të bimës në fund edhe të prodhimit. Kur sezoni para tij ka dështuar, pra nuk ka marrë paratë veta, merr borxh. Ku të mundet? Tek i ngjashmi, nëse i ngjashmi bujk ka para. Tek mikrofinanca, pra tek institucionet e mikrokreditit. Banka, duke lënë kolateral çdo gjë, përfshirë edhe to. Tek zotruesi i inputeve bujqësore, me premtimin që do paguaj pasi shet prodhimin. Nëse gjithçka shkon mirë, pra prodhimi nuk dëmtohet dhe arrin të shitet. Është sukses. Nëse çmimi nuk është ai që ka pritur, nuk justifikon kostot, kolaterali ekzekutohet, zinxhiri i borxheve bëhet shumë i gjatë. Çfarë bën ligji që kemi sot në diskutim? Ligjeron eksaktësisht të skemë. E vendos mbi baza ligjore. Aplikimi për dëftesë bëhet online, dëftesa merret online, dëftesa është e transferueshme dhe ekzekutueshme, mbi prodhimin e ardhshëm, të sigurueshëm, të financueshëm nga institucionet financiare dhe jo vetëm, me detyrim të qartë për kthimin e financimit, me interes të barabartë me normën efektive të një muaji më parë dhe natyrisht, dëftesa është titull ekzekutiv. Është një mundësi e mirë kjo, por është një instrument shumë i vlefshëm, për më tepër që po ndodh e gjen kudo në territor këtë skemë. Rasti më i mirë është kur financuesi i prodhimit bëhet zotruesi i inputeve bujqësore, që është edhe grumbullues, e kur për çmimin bie dakord mes tyre. Çmimi është thelbi i ligjshëm në një transakcion formal. Por nëse nuk ka një çmim të mirë dhe formal, e gjitha dështon. Edhe në rastin që ne po e sankcionojmë sot me ligj. Dëftesa nuk rregullon këtë gjë. Nuk është çmim dhe as formalizim. Fatura fiskale po. Kemi një të tillë, duhet që kushtet fiskale ta favorizojnë këtë. Minimumi të VSH-ja jonë nuk e favorizon as formalizimin, as ligjërimin, madje të VSH-ja jonë ka bërë që abuzimi të jetë sundues në treg. Abuzimi në treg për te i faturës është thelbi. Në kushtet që ju përshkrova më sipër, sipas fermerëve të Imshtës, që janë dhe fermerët e Divjakës, janë dhe fermerët e Lushnjës, janë dhe fermerët në gjithë Shqipërinë, formalizimi mungon, për shkak dhe i nxitur nga tatimi mbi vlerën e shtuar, skema e tij që aplikohet në territorin e Republikës së Shqipërisë, abuzuesit janë ata që dominojnë tregun. Çfarë po ndodh sot në Divjak me shalqinin që është fruti i momentit? Njerëz
të paligjshëm, të palicenceuar, të paregjistruar në organet fiskale, shkojnë tek bujku, shfrytëzojnë situatën e tij të vështirë, sepse Shalqini nuk mund të rrijë në 40 gradë në fush, ka kohën e tij të pjekës, ndryshe dështon, dhe i imponojnë çmimin e tyre. Cili është çmimi sot? 6 lekë, 7 lekë. Cili është çmimi jo më larg se 300 metra nga këtu, në pikat e shitjes së frutave dhe perimeve? 30 lekë. 30 lekë. 5 herë më shtrenjtë. Prandaj, nëse se duam të bëjmë diçka dhe të japim sukses kësaj skeme që po miratojmë sot me ligj, do duhet që ta nisim nga aja, nga sistemi fiskal që kemi për prodhimin bujqësor dhe për produktet bujqësore. Nëse s'bëjmë këtë, ky ligj ka dështuar që tani. Se votojmë ne, është një histori tjetër, po është i dështuar eksaktësisht për këtë gjë. E dyta gjë që duhet bërë, dhe duhet bërë shumë qartë, duhet ndarë zotruesi i inputeve bujqësore nga grumbulluesi, nga eksportuesi dhe në fund fare edhe nga financuesi. Se në rastin kur zotruesi i inputeve bujqësore apo grumbulluesi apo eksportuesi janë të tre bashkë, e në krahun tjetër janë dhe prodhues, siç është rasti i Imshës, me 200, me 300 hektar, ajo do të ndodhë që shkruar këtu. Në atë mesazhin atyre bujqëve të Imshtës, që çmimi që do i imponojnë bujkut është gjithmonë e më i ulët, se nuk është çmendur asnjë grumbullues, asnjë eksportues të blejë me çmim të lartë. Jo, do të blejë me çmim të ulët për të fituar gjithnjë më shumë. Shpreha që përdoret sot nga këta, nga ky grup i bërë bashkë në një, është shumë e thjeshtë. Do ta lësh Shalqinin me këtë çmim, me 5 lekë, me 6 lekë, apo jo? Jo, po ik pirdhu, më falni për shprehen, ik pirdhu se nuk ta marr. Kjo është marrëdhënia tregtare sot atje në fusha. Kjo është marrëdhënia tregtare sot. Bëjmë mirë që ta ligjërojmë, bëjmë mirë që ta legjitimojmë, dhe ligjërimi, legjitimimi bëjnë atë që është themelore, mbrojmë bujkun dhe mbrojmë prodhimin e tij. Asnjë dëftesë tregtare nuk do ta mbrojë bujkun nëse ne nuk rregullojmë tregun, nuk rregullojmë sistemin fiskal dhe nuk mbrojmë bujqit nga fillimi, nga financimi i prodhimit të tij e deri në fund. Raste suksesi ka, por raste që ka nevojë të trajtohen për t'u zhbërë, sepse janë pjesa e abuzimit me bujkun edhe me djersën edhe mundin e tij, patjetër që janë aty, duhen zhbërë sa më parë tjetër mundur, me qëllim që bujqit marrin frymë. Gjithmonë me lejen e Redit, të doja të thosha disa fjalë për këtë projekt ligj, që mua më duket i rëndësishëm, edhe pse ndryshimet në të kanë qenë të shpeshta. E para mbi gjitha nga pikpamja formale do doja të sqaroja që ligji ekzistues lejon ndërtimin e parqeve eolike në tokat me bonitet deri në 8, vetëm duke vijuar aktivitetin bujqësor. Ndërkohë që po ligji ekzistues lejon ndërtimin e parqeve agri-fotovoltaike në toka me bonitet 7 deri në 8, por në mënyrë të kombinuar dhe pa ndalur prodhimin bujqësor. Ndërkohë që po prap ligji lejon ndërtimin e parqeve fotovoltaike dhe eolike në toka me bonitet 9 deri në 10, por të vërtetuara nga Drejtoritë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës Bujqësore. Pra këto janë kufit që ka vendosur ligji ekzistues. Ajo që mua më shqetëson ka të bëjë me formulimin që ka ligji që ka ardhur para nesh, edhe që nuk ka sanksionuar qartësisht kufit e vendosur në ligjin ekzistues. Por lë të hapur me formulimin që Këshilli i Ministrave përcakton kriteret për përdorimin e tokës bujqësore për kryerjen e aktivitetit agri-fotovoltaik sipas përcaktimeve të këtij neni dhe të atij eolik në tokat bujqësore me bonitet deri në 8, procedurat për monitorimin e ushtrimit të aktivitetit përfshirë masat për shkelje të kushteve të ushtrimit të aktivitetit, si dhe tarifën paguajnë subjektet
që tregtojnë energjinë e prodhuar në centralet e energjisë rinovueshme agri-fotovoltaike në toka bujqësore. Çfarë po kërkoj? Po kërkoj që në nenin 2, në pikën 6 që i shtohet projekt ligjit, të jenë shumë të qarta, të përcaktuara kufit që ka vendosur vetë ligji për parqe fotovoltaike, për parqe eolike, për parqe agri-fotovoltaike dhe natyrisht edhe për parqe eolike pastaj. Nuk duhet ketë asnjë ekuivok sikur për parqet agri-fotovoltaike hapet kufiri duke filluar nga toka me bonitet 1 deri në toka me bonitet 8. Do duhet një definicion më i qartë në ligj për të garantuar pikërisht këto kufi. Për ndryshe, pastaj këto parqet agri-fotovoltaike do të shtrihen në gjithë territorin e tokës bujqësore, në gjithë vendin. E natyrisht kjo nuk është një gjë e mirë. Thënë këtë, patjetër që këto definicione që janë dhënë në ligj, sa i takon parqeve eolike, agri-fotovoltaike, natyrisht nuk mbrojnë tokën bujqësore. Do doja që ta ndaja për herë të dytë apo për herë të tretë, sa herë është paraqitur qeveria këtu për të ndryshuar këtë projekt ligj, që koncepti mbi tokën bujqësore ka ndryshuar dhe mbi prodhimin bujqësor ka ndryshuar totalisht. Të treja proceset që legjitimohen tani me ligj pasi në territor janë hapur aktivitetet që zhvillohen, qoftë aeroponia, qoftë akuaponia, qoftë dhe hidroponia, e kanë ndryshuar totalisht konceptin mbi tokën bujqësor dhe prodhimin bujqësor. Nuk ka nevojë fare për bonitet për hidroponi. Fare zero. Toka mund të jetë me bonitet edhe 12, edhe 13, edhe 14 dhe mbi të bëhet hidroponi shumë qartë. Ashtu si që edhe për akuaponin nuk ka fare nevojë për bonitet të tokës. Duhet sipërfaqe. Edhe unë jam dakord plotësisht me atë që ju thatë, që këto janë procese shumë të rëndësishme e inovative që po ndodhin në prodhimin bujqësor. Veçanërisht në strukturën apo në sektorin e perimerisë, po edhe të frutave, pa asnjë lloj diskutimi. Por këto ka nevojë për sipërfaqe. Në qoftë se ne këtë sipërfaqen deri në 8 apo 8 deri në 9 e japim pa asnjë lloj kufizimi për parqe eolike apo për parqe fotovoltaike, pa detyrimin për të zhvilluar aktivitet bujqësor, atëherë çfarë kuptimi ka që ne legjitimojmë 3 forma shumë të rëndësishme të zhvillimit të bujqësisë, edhe aeroponin, edhe akuaponin, edhe hidroponin. Çfarë duhet të them? Që toka duhet për bujqësi. Nuk duhet për aktivitete industriale, si që është edhe prodhimi i energjisë elektrike. Duhet për bujqësi. Ne nuk jemi një vend që kemi hapësira pa fund për të zhvilluar aktivitet bujqësor, qoftë në perimeri, qoftë në drithra, qoftë edhe në frutikulturë. Nuk kemi pa fund tokë bujqësore. Pikërisht për këtë arsye, toka na duhet për të zhvilluar aktivitetin bujqësor dhe blegtoral, po në krahun tjetër për të zhvilluar edhe këto forma të reja të bujqësisë. Aeroponin, akuaponin edhe hidroponin. Nuk ka nevojë për bonitet atje. Pra janë konkurruese bujqësia përmes këtyre 3 formave me prodhimin e energjisë elektrike nga burimet e rinovueshme, duke përdorur tokën për të instaluar aty panele fotovoltaike apo edhe impiante eolike. Në këtë sens, unë prisja që ndryshimet në ligj të ishin në këtë drejtim. Pra të eliminimit të aktivitetit të pastër, eolik dhe fotovoltaik në tokat bujqësore, pavarësisht bonitetit tyre. Po, kështu mbrohet toka bujqësore, mbrohet edhe aktiviteti bujqësor, duke e larguar këtë element nga tokat bujqësore. Po, ka sipërfaqe të mjaftueshme në male, atje ku është dhënë edhe licenca për parqet eolike. Ashtu siç ka po sipërfaqe sipër në male, për të zhvilluar aktivitetin edhe të prodhimit e energjisë elektrike nga panelet fotovoltaike. Po në tokë bujqësore jo më. Sepse siç edhe ju vetë thatë, të 3 aktivitetet e reja të prodhimit bujqësor justifikojnë dhe janë produktive mjaftueshëm për të konkurruar prodhimin e energjisë elektrike në toka bujqësore. Qoftë me parqe eolike, qoftë edhe me parqe fotovoltaike. Thëmë këtë, unë nuk e mbështes dot projekt ligjin në këtë aspekt. Fare, zero. Nuk e mbështes dot. Nuk kam mbështetur edhe më herët, po nuk e mbështes edhe tani. Sepse unë mendoj që kemi mundësi plot për të bërë bujqësi
në këtë vend. Shikoni, gjatë 4 viteve të fundit ka një tkurje të kontributit bujqësisë në prodhimin e përgjithshëm kombëtar. Edhe viti i fundit, 2025, a shnoje eksaktësisht këtë gjë. U a thash në seancën që kishim po këtë javë ditën e hënë, që kemi një problem shumë të madh. Edhe për 2025 shërbimet u zgjeruan me 5.83% dhe zën gati 49.10% të ekonomisë tonë. Ndërtimi gjithashtu u zgjerua me 4.11% dhe zë tani 12.56% të ekonomisë tonë. Ndërkohë që bujqësia u tkurr në 14.59% në tkurrje të vazhdueshme gjatë 5 viteve të fundit dhe rënja për 2025 ishte 2.50% si kontribut në ekonominë tonë. Tani kjo mund të ndodhi natyrisht. Mund të ndodhi natyralisht, as e diskutoj këtë gjë, sepse po zhvillohen sektor të tjerë të ekonomisë kombëtare që kanë produktivitet më të lartë dhe natyrisht edhe operatorët, po edhe punëtorët priren drejt këtyre sektorëve me produktivitet më të lartë dhe që sjell natyralisht një tkurrje të një sektori siç është bujqësia ku produktiviteti ashtu siç u thash edhe më herët është vijon të jetë i ulët dhe me të ardhurat pamjaftueshme për bujqit edhe për blegtorët. Po kjo nuk mund të ndodhë me ligj. Ne nuk mund të atkurrim bujqësinë në favor të sektorëve të tjerë me ligj. Atje në treg po mund të ndodhë, po jo me ligj. Duke krijuar aksesin që në toka bujqësore edhe me bonitet të lartë siç është në rastin e parqeve eolike 1, 2, 3, 4, 5 deri në 8, apo kur toka është e mjaftueshme për të kryer dhe aktivitetet tjera të reja të prodhimit bujqësor, ne ta heqim nga bujqësia me ligj dhe ta çojmë tek energjia, fjala bie, siç edhe ndodh në këtë rast. Jo, unë jam kundër kësaj. Dhe normalisht kjo nuk mund të ndodhë dhe kjo duhet ndalur, sepse bujqësia është një sektor shumë i gjerë e me një numër shumë të lartë punëtorësh në të, që duhet garantojnë të ardhurat pikërisht nga aseti që kanë, nga toka bujqësore, dhe qoftë publike, qoftë tokë publike, qoftë tokë private, duhet të ndalet për këtë aktivitet. Pikërisht për këtë arsye jam kundër këtij projekti ligji. E dyta gjë që dua të them, ligji ka qenë i hapur deri tani dhe ka qenë i hapur për këto aktivitete të prodhimit të energjisë elektrike që nga viti 2023. Në dijenin time, kërkesa të paktën për agri fotovoltaik nuk ka patur, ose nuk ka licenca për këtë punë. Pse? Sepse këta pasunarët tanë e duan të pastër fitimin, nuk duan të lodhen fare, e të respektojnë asnjë kusht që ka vendosur ligji edhe në atë rast, siç është prodhimi i kombinuar bujqësor edhe i energjisë elektrike. Sa kohë që se kanë bërë deri tani, pse duhet ta bëjmë më pas? Pikërisht kjo është arsyeja e dytë pse jam kundër këtij projekti ligji. Faleminderit. Faleminderit, zoti Kapri, keni fjalën. Faleminderit. Zoti ministër u dëgjova me shumë vëmendje dhe me thënë të drejtën nuk e kuptoj se si t'jeni kaq i qetë me çfarë po ndodh me bujqësinë shqiptare, veçanërisht ju. Nuk e kuptoj. Që bujqësia në Shqipëri ka marrë greminën, kjo nuk do mend. Doja të referoja disa shifra, ja u tha kolegu i grupit socialist, të paktën 14% rënje nga viti 2011 mos gaboj. Dhe vit për vit po humb avantazh në ekonominë shqiptare. Po kjo është çështje tjetër. Pa ajo që është më shumë absurde, zoti ministër, është kjo, që nëse bujqit blegtorë shqiptarë do kishin një avantazh të jashtëzakonshëm, do ishin fondet e IPARD-it. Për 3 vitesh 190 milion euro grant. 190 milion euro grant të Bashkimit Evropian rrin në kontot bankare në Bruksel dhe nuk vijnë për bujqit shqiptar. Dhe ju në një vizitë që bëhet në Bruksel, takuat, morë dhe guximin dhe thatë në qershor hapet IPARD treshi, gati 190 milion euro për fermerët shqiptar. Po mbyllet ky sesion i parlamentit. Si mund t'jepni ju një deklaratë të tillë tallëse,
kur ndërkohë Bashkimi Evropian thotë që pakthyer 33 milion euro të vjedhura nga i parë 2 nuk ka i parë 3. Ju flisni sikur nuk e dini se çfarë po ndodh. Si mund gënjeni kaq hapur? Sepse erdhën fondet e Bashkimit Evropian, i vodhët. Një gjë duhet bënit. Siç ishin në llogari aty, ti merret ja ushonit lektorëve, fermerëve, dikush të blinte një traktor, dikush të bënte një magazin, dikush të investonte në teknologji, por jo, i dhat për bujtina, i dhat për ish deputet socialist, ish drejtor, ish kryetar bashkish. Dhe tani keni dhe guximin dhe thoni që ja u kthemi kërkuar mbrapsh. Po pse Elvis Roshi do t'u kthej parat mbrapshive? 200 ca mijë euro që ka marrë ai? Me vërtet prisni që t'u kthej para mbrapsh Elvis Roshi?